Me qëllime të mira keni dorë. Erdhë me një grup kolegësh të partisë, por vëmendjen e mori veç ky. Për hir të parë pas 7 muajve, Glauk Konjufca përveç që po shfrytëzon hyrjen kryesore për në institucionin që e udhëhoqi, po deklarohet edhe për zhvillimet brenda tij. Ish kryeparlamentari është i bindur që kuvendi konstituohet të premten, e pasaj edhe qeveria. Ndonse për këtë të fundit nuk duket të ketë optimizëm maksimal. Unë besoj që do të kemi qeveri, do ta kemi Albin Kurtin për herë të tretë, kryeministër të Republikës Kosovës, së shpejti. Kjo do të ndodhë pas konstituimit të kuvendit. Nëse bëhet qeveria, ky thotë se do të udhëheq me diplomacin, e nëse jo, vlerëson që nuk do të ishte mirë për shtetin. Do të ishte marrëmendja dëm shumë i madh për Kosovën nëse ky fitues me kaq numër të madh të votave nuk do ta bënte qeverinë e Republikës Kosovës. Punën më të madhe këta të VV-s thanë se e ka Kurti për t'i siguruar votat, ndonse më parë kanë deklaruar se ato tashmë i kanë. Tash fillon ai procesi ku pra Kurti fillon të organizohet në kuptimin që t'i ketë gjatë një deputet për ta bërë qeverinë. Besoj që do t'i kemi sigurisht. Nismën socialdemokrate këta thonë se kanë opsion ende, por në qejf dikë tjetër. Ne kemi preferencë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ajo ka thënë jo, dhe ditë në vazhdim besoj që të tjenë ditë intenzive. Por një refuzim nga Lidhja Demokratike e Kosovës këta e morën sërish edhe pas kësaj deklarate. Kryetari Lumir Abdigjiku tha se partia e tij nuk shkon me VV-n. Ata kanë thonë, i kemi numrat. Nuk di, matematika është e qartë, natyrisht jo. DDK-ja është unike, është e fortë, është e qartë, është vinë e vetë dhe është konsistente dhe është zotuese ndaj elektoratit vetë. Edhe nënkryetari më i ri i parlamentit shpreson që ka shumicë edhe për qeveri. Shpresoj që kjo do të jetë fillim të ndërtimin e misioneve të reja të cilat gjithçysh po na nevojitet sa më shpejt. E kur matët optimizmi i deklaruar, Agim Bahtiri mbetet kampion, veçse ish kryetari i Mitrovicës rezervohet të jap shifra. Unë ju tregova në mëngjes se do të kryhet sot. Unë ju tregova në mëngjes. A i cili ka votat për qeveri? Sigurisht që po. Sa?